Për të dytin vit më radh, Shkolla Muzikës Prenk Jakova organizon koncertin dedikuar grave të prekura me kancerin e gjirit. Mbrëmja artistike mbahet të martën nga ora 19 në sallën koncertale të shkollës. Drejtori Kastriot Sada thot se kjo mbrëmje mbahet me qëllim të ndërgjegjësimit të shoqërisë për të mbrojtur nga kjo sëmundje, si dhe për t'ju dhënë një përkrahje morale grave të prekura nga kanceri i gjirit. Atëherë si që të gjithë e di, muji tetor do më thonë është muji ndërgjegjësimit të kancerit të gjirit. Mu për këtë rast, Shkolla Muzikës Prenk Jakova Gjakova është hera dytë që po organizon në mujin tetor një koncert dedikim për këto gra. Është diçka jashtëzakonisht e ndjeshme dhe siç të gjithë e dim, domethënë është një sëmundje e shekullit dhe kemi menduar që sa do pak të gjindemi këtyre grave, është diçka shumë pak të cilin ne jemi duke bërë, mirë po dua që më shumë të jetë sikur ndërgjegjësim, edhe kemi punë me nxënës të moshave të reja dhe është mirë që edhe këta ta ndjejnë këtë dhe të kontribuojnë sa do pak për këto gra, nëna, vajzat tona. Drejtori Sada gjithashtu bëri të ditur se krahas programit artistik do të ketë edhe diskutim të hapur me drejtorin e klinikës onkologjike në QKUK, doktor Ilir Kurtishi. E veçanta e këtij koncerti dedikim është sepse do të merr pjesë, do të na nderojë me prezencën e tij doktor onkolog Ilir Kurtishi, i cili është edhe drejtor i repartit onkologjik të SHSKUK-s, qendrës spitalore shëndetësore universitare pra të Kosovës. Ky projekt do të thotë është edhe në bashkëbisedim me doktor Ilirin, e çdo pyetje të cilën mund ta bëjnë nga publiku, gratë, nënat, vajzat dhe publiku i gjerë, çdo gjë që mund t'i preokupojnë, ndoshta të cilën e kanë një breng, diçka të tillë. Tetori në gjithë botën njihet si muaji i ndërgjegjësimit për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit. Është një fushatë vjetore ndërkombëtare që synon të shpërndajë informacion dhe të edukojë njerëzit për rëndësinë e shëndetit të gjirit, për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit të gratë dhe vajzat në gjithë botën.